Mirë se vini në epizodin e ri në rjetë. Sot jemi në njënin prej vendeve ku basketbolli po zhvillohet me ritmin më shpejt viteve të fundit. Jemi në terrenin 3x3 në zemër të Prishtinës. Basketbolli 3x3 gjithmonë e më shumë po fiton popularitet në Kosovë dhe jo vetëm, po është mundësi e ri për basketbollist dhe për zhvillimin e tyre. E kur flasim për zhvillimin e basketbollistëve, nuk muajna mos me fol për ata persona që punojnë me ta vazhdimisht. Me ne sot trajneri më premtuesi për të ri, kampion me përfaqësuesin U18 të femrave dhe aktualisht trajneri përfaqësueses A, Lori Klokoqi. Ligi, mirë se ke ardhur. Mirë si gjeta, faleminderit shumë për Qysh je? ftesën. Sikur dita sot. Shumë mirë. Shumë mirë. Qysh po ecë vera, a ke mujt me shiu, a hala jo? Hala jo, me thonë. Me njëherë mas kampionatit direkt ja kanë nisë me përfaqësuese, kështu që si më ka me pushurit. Halo si ke pa verën pas mira. Të në kohën basketball, po pres, dhe sa të kryet. Tani me fillu verën për nime. A je ma shumë person i verës, a i dimrit kështu në përgjithësi? I verës. Krejt bota, I njerëz verës, normal janë, po, njerëz të Me verës. shiu verën. Për shefin tënd, a e kishë këshyr ma mirë një lojë 3x3, a 5x5? Basketbol standard. 5x5. Nuk kem del, shumë adhëru si 3x3. 3x3. Qysh përshkon faza përgatitore, keni fillu? Po, kena fillu prej majit, thuj që kena po grumbullime të përbashkëta, tash veç se prej një qeshurit jena bashk, komplet edhe është faza finale që janë të përgatit. Mirë, energjia është e mirë, Kjo është e rëndësishme. të shohë që po bojmë. Që po bëhet? Qysh ka fillu historia e Lorikut me basketbol? Po, unë kom nisë basketbollit me 12 vjetë, njëjtën ku jem konë të ushtru dhe futbol dhe basketbol si shumica Si të mira shumica, që po. ushtrojnë. Edhe tani normal dëshira me më dhe për më mirë basketbol, ka vazhdu, kom lujt një 10 vjetë gjenerata të reja, qështë, edhe dikur tani me njerë mas e këmlonë u bona trajner. Pse u bo në trajner? Qka shtyti mu bo E trajner? kom pas shumë shtirë në fakt me pranu faktin mu bo trajner, për shkak se jem konë shumë i ri, edhe pa ta shku në stërvitje, trajneri Karabegu konë shkaku që ajo më ka shti mu bo trajner, edhe Okej. e falenderoj gjithmonë, do me thonë që ai ka po një potencial që unë më bo trajner, edhe arsyeja kryesore pse sot jem trajner është ai. Aj, pas ka po mirë trajneri, drejt me Po, thonë. po e ka pas këtë në hotin Intuitën, gjithë, a? po e ka pas gjithmonë. E cili është kujtimi ma i bukur si basketbolist? E përmende ke lujt për gjenerata të reja, po qa kujtëm për qasoj kohë që kështu, me nostalgji? Po, këtë story kemi shumë në asit ri, ama menaj që për këtë cana me basketbol, cani mas shumë dhe që mu më kam është që kjo shëshnia që e kam halja edhe tash, halja kam shok prej momenti kër kam lujt i vogël, halja rri me qëta njerëz edhe menaj që kam kriju shëshni shumë të madhe i basketbollit normal, edhe arritit që kena pas kur kena lujt në Prishtinë, edhe me përfaqësu se jena honi besoj një për gjenatave ma potencial. S'pak të në thuhet, se krejtë thojnë për vetën, për besoj që ka një për Po gjenatave për ma juve thuhet potencial. edhe prej tjerve? Po, kështu që ka qenë kujtimi i mirë, arena ndërkombëtare në fillim e kena dalë për herë të parë na qyto, qa mujmë i kujtu tash pa ka shumë që të moment. Cili u kun, përmende që Karabiku u kun ai trajneri që ka insistu ti mu bo trajner, po cili është trajneri që ti ke mësu mas shumë ti prej bashkëpunëtorëve? Po realisht Karabeg është që kom mësu mas shumë, dhe që më karo mas gjati me punu me të. Okej. Normal, tash kom eksperienca tjera edhe me trajnera të huj, kom pas edhe me trajnera vendor, gjatë ditë njeri mësën, a kupton, po ato sanet kryesore besoj që i kom orë për trajneri Karabeg. E përmende që shumë i ri ke fillu mu bo me pas rolin e trajnerit, a ka qenë pak e vështirë me fitu këtë respektin, e kena pas një gjenerat ma të vjetër të trajnerve, tani ki gjenerata e ri, që shu prit, që shu prit në ty? Shumë për shkak që shumicën e fëmijëve, me thonë fëmijëve, djemve që ja kom nisë me ushtru, ata e konë një vjetër ose 2 ma të vjetër, ma 3 në fakt. Ma 3 se ti. Po, tani kanë orë edhe ma të vjetër, po fillim se i kom posi shok, a kupton. E tash unë e mjë bu trajner, qa që i ri me 20 vjetë, u konë diqka një mëja shumë e kom një, e kom përjetu në fillim keq, po tani dikur fillova më mësu edhe okej. E trajnera tjerë që shpritën? Atë Mirë. konsiderojshin konkurencë, a kështu dëshën edhe Ja, vetë se mësu? besoj që se e konë shumë i ri, po besoj që piketve vendore, si do mos tonë e kam shumë raportet mira me kejt, edhe kom pos për kraje piketve. Për Lorikon, cili është trajneri maj i mirë kosovar? Kosovë. Ever. Po arritjet besoj që folin vetë, tash me këshyr me arritje, besoj që trajneri Arben Krasniqi ka arrit mas shumë të na edhe suksesi flet vetë.
A ke punu me Erbenin? A t'ka ra me punu? Po, kom punu edhe me trajnerin Arben, edhe në fakt ajo kon shkaku që unë jem shku në Borë. Për Okej. shkak Arbenit unë jem shku në Borë për me mësu pitina. Ma mirë me lujt, a m'ju kallzu qysh me lujt? Ma mirë me lujt, ma e letë Ma e me lujt, lehtë. po, shumë ma e letë me lujt, normal. Edhe kjo e ka të vetëm, po me kon lojtar është besoj që ndjejnë e pa përshkushme, kupton. Çka nuk kuptojnë tifos, për shembull, unë jam soll ose jam shpejt dhe thom, one, çdo kusht tjetër, qysh s'pe ndron, qysh s'pe bën që lëvizje, qysh s'pe lun që teknik. Çka nuk kupton publiku, që Po, trajneri është ma ndryshe. po shumë sa Shpesh herë edhe ndodh për shembull na për solla mu brohorit emri një lojtari, dhe me 7 lojtar me lujt. shumë sana, ai pjesa si tifoz koleksioneri në loj, besoj që orientohet ma shumë në pik, një lojtar që mund me kon pak ma atraktiv, që ata me shiju qatë moment të lojës. Nuk e shohin që ai nashta i merr 5 pikë pi dikujna që e lën dikën veç vet, e te e ndrën, ai mund me jep edhe 10, po kësaj të mbrojtje nashta ça lën qatë moment, a kupton? Ose naj lëndim, ose ka ngarkesë, ose çka po di, rastet naj turnover që më i bën 2-3 ran, normal që ata shikues nuk i shohin ato sene zakonisht, ata e këshyrin pjesën atraktive të basketbollit, cila është koshi. Me jep kosh. Me jep kush, ça të bën nervoz mas shumë të lojtarët, si trajner. Mbrojtja, edhe fokusi, po, fokusi. Menoj që veç energjia e mirë me pas, fokusin e mirë, tjera normal, që kime pas të lojt mira, lojt këshia, jenë rregull, po që ajo fokusi, energjia, mbrojtjet mirë me lojt tjerat, Kush lën jem mbrojtjet okej. mirë në Kosovë mas mite? Ha, një pyet që kisha mujt me veçun, është Mushiqi, Mushiqi. po, Erjoni. Okej. Ma mirë me pas komunikim të mirë, çka e bjen suksesin në fakt, komunikimi i mirë apo taktika, apo është një gërshetim i krejt qësoj që vjen deri te suksesi. Ai puna e trajnerit i ka dyja, ti edhe pjesën menaxheriale me lojtar, që duhesh me majt atë up and down, kur një mshu e kur jo, që shtojnë të na, po normal, atmosferën e mirë, po edhe çështja taktikës, besoj që luan rol, normal. Na të kemi pa të angazhum të Prishtina, femra, tash ndym trajner të Bora, kampion, jesh pall kampion me përfaqësuesen U18, po tash je trajner, head coach i përfaqësuesës A femrat. Sa po është ma e rëndësishme, sa ma shumë përgjegjësi po ki për këtë pjesë. Se thon drejtën tash mos u haro që 2 vjet më mirë me fem, në shumë. Okej. Edhe u konë ashta një step back në ashta në karrierën tem për më kthi prapë te basketbolli femëror. Për arsyeën e vetme që është një dallim më shumë i madh basketbollit mashkull me ato të femrave. Kena me fol, që dallim. Okej. Kena me fol. Gatësht. Mos ma tjek pyetjen. Edhe që kjo, menoj që u konë një hap nashta pak mrapa, po apet menoj që e kam atë qikat i një, okay? Shumicën e vojzave, kështu që e kam atleta, e kom pas shumë atletë më adaptu direkt, edhe pse normal që tash i kom këshyrë frikën, 2 loj, i krahasoj isha vet lojt e mia, kupton? Po është një dallim, një me A e shumë i madh. thështe kukuqa pas me vo. Ja, i du qikat, kështu që Nga 23 deri me 28 qershor është FIBA kampionati evropian për shtetet e vogla MP. Çka duhet me prit na prej përfaqësuesës A femrat? Realisht kja kena nis një grumbullimit, nashta e kena menu një bashkë me federatën, e kena menu që me bo një ekip me do të reja edhe do lojtare me eksperiencë. Okej. Këtë rëstirin që e kena tjerë nuk jenë ardhë, për shkaqe ndryshme, po që nejse, ato janë për mu folë nashta tjetër kënë. Jo kejt pi folim kështu. Okej, po, Arnore ka dashur penzionu për përfaqësuesës, një Amerikanë që ka pas me ardhe, nuk ka ardhë, për arsye dveta, do të reja që kanë pas me ardhë, dikush ka ik në Amerikë, dikush s'ka mujtin e përballu qatë intensitetin fillim, s'ka kene e gatshme për me qenë pjesë e përfaqësuesës, kështu që nuk është e lista nashta që e kena prit me kon fillim, po pra po bu një mix i mirë edhe menoj që qa mujna me prit, unë e gjithmonë syne me fitu. Unë e kam qef me fitu normal, edhe Po prishmërit reale, cila që? Prishmërit reale shihen rezultatet. Veç na shehen FIBA ranking edhe e sheh. Amo kena me provu me fitu. Kena me provu me fitu. Jemi në grup me Armenin dhe me Andorën. Qysh ishe qëta dy kundërshtar, sa kena potencial me dalë pi grupit të partë, dhe pastaj mbas grupeve çka? Kemi Shqipërinë anën tjetër. Po,
Po menoj që Shqipnia dhe Malta mund me thonë më të mira si këto dyja. Sipas çka kom po në rrethera atyneve, sidomos Malta besoj që shumë e mirë si ekip. Armenia i ka një 6 lojtarë mduhet, ta e ka një komunitet Los Angeles atje që i kanë i qojnë lojtarët e veta këtë në kollegje. E ka një përfaqësuese solide për Andorën, kam informata që e kom mujt mi po para 2 vjetë në Prishtinë, pak a shumë e di që janë. Besoj që kena potencial me kalu grupin edhe pastaj të shohëm me këtë na vjen. E përmende që rosteri aktual i përfaqësuesës A të femrave është një ngeshëtim mes lojtarëve me eksperiencë dhe lojtarëve të reja, të cilat janë Ma shumë treja se me eksperiencë. ma shumë të reja, Jem po. botash, me thonë Po drejtën. cila është talentja që kena me prit mas një kohe me pas performanca shumë të mira. Me këto që ti Talentja. peshe. Talentja. Talentja. Menoj që Malvina dhe Gerta. Malvina dhe Po, Gerta. menoj që Qysh po janë në dy pjesën talenteve përgatitore? shumë mirë. Okej. Shumë mirë, jenë përgatitura, Gerta ka pas një lëndim, po jenë dyat janë mirë, dyat janë punëtore, dyat janë pa fjalë. Edhe menoj që janë shku dhe tash edhe në ekipe të mira, dyat, besoj që s'kan ku shkojnë ashta manal përsa i përket basketbollit femror për momentin ato që gjenerat ku janë, edhe menoj që kanë tash me shumë dritë, dyat. Loja jote si trajner ma e rëndësishme cila ka qenë. Që e kujton edhe je shumë krenar për çka ke bo deri në atë pikë. Po menoj mas pari me KBF Prishtinën, Ligën Unike Liga që kemi Unike. fitu, menoj që ka një pjesë arritjeve të mia më të mëdha. Të e pos parasysh çfarë rosteri kena pos na dhe çfarë kanë pos ekipe tjera, ku e kena pos 6 lojtarë këtë për fundit 16 vjet. Tjetra, menoj që një pjesë arritjeve o konu të tumëqi me femna që kena fitu për herë të parë që kanë basketbollin femror, edhe menoj që edhe si vjet kena punu mirë me Borën, menoj që ka një sukses. Edhe Bora po ka menoj pas i mirë. këtë vit, ka qenë një befasi faktikisht, jo befasi, po një pjesë e mirë e basketbollit. Fakt ka Deri ka qenë befasi për shumë arsye të krahasu pikëspari buxhetin. Edhe janë Edhe nisë rosterin, sezonës, që kena një sezonës, na kena një 0-4, kanë do tani të ndryshime, jo s'kena pos palestër, jo shumë gjana, deri në janar, me akon një pjesë, një kohë shumë e vështirë për neve me kalu, e për janarve që kena pos në shpërthim, besoj kena bu shumë punë të mirë si ekip, bashkëpunim me stafin, trajnerin, ja kena rritë, kena bu një kimi shumë të mirë dhe kena përformu, besoj, jena konë një farë ekipe simpatike shumë si vjetë për për krejt Super basketbollit, League, po. patjetër. Cili është dallimi mes basketbollit femror edhe të djemve? Aj. Ku të flen zemra ma shumë edhe ku shko ma shumë ankesa, kërkesa, Ankesa, kërkesa, edhe gjithçka tjetër. kanë dy parë, po ankesa ma çuditshme na ata kanë femrat. Ma çuditshme, për Po. shembull, çka është e çuditshme? Po, të e morë parasysh në ashta pjesën e onës femrore, cilën e kanë, pjesën emocionale, që ato mujnë me pas, jenë ma të prekshme, ma ndishme, në ashta e ndo ma arsye, edhe jenë rritë në ashta jo shumë profesionalisht, a kupton Kosovë, edhe në ashta ballafaqohesh me dosane që ti të meshkujt, adin një mes nuk i... Nuk i nina Da, herë. nuk i një najherë. Po, ankesa kanë dy partë. Kështu. Po, kështu Po, që dallimi, po menoj kështu të femrat të meshkujt është që s'po di, intensiteti shumë i lartë, është komplet një lojë ma fizike, shumë Tek sene, meshkujt. po, shumë ma shumë sene mund i provon, të meshkujt shumë atleta mund i realizon, të femrat shumë është ma e vështirë, intensiteti është shumë ma i olt, po kjo s'do me thonë, prapë që si du qikat. po me cil ti ki ma let me punu? Kështu. Po, unë e kam me dy parë, unë e qikat e një krejt këtë, unë e besoj që më i mi menagju shumë mirë. Po edhe me meshkuj shumicën e gjemve i një, ta kanë kalu shumica që janë Super League në dur Në tona, përdur tua. po që mi thonë 3, kështu që kam raport mirë me kejtë edhe dy parë jem okej. E përmende KB Prishtinën, fitus Ligës Unike, që kujton që të pjesën të Prishtina, mu që vjen për shembull diçka që a konsideroj kështu ma interesante, e ke pas edhe grumba lojtare. A ke pas probleme për shembull kur ke shku në shtëpi me thoni qysh e bune qëtën, e se bune ke tjetrën, ose së më shtine me lujt. Trajneri ma i mirë në Kosovë që e ka morë grunë lojtarën e vetë. Jas, që kom pasë probleme, Engji konë shumë profesionale para se me njoftën edhe i me ata që njerë që e njohin basketball e din që fa lojtarë u konë, edhe s'kam qafull as për karakterin e saj, ajo s'm ka pengu kur në të aspekt, kom dit
e kom pas normal nashta të vështirë në ai moment me menaxhu për shkak lojtarëve tjera që Tjera. kanë mujt nashta ato me menu diçka tjetër, po besoj që asnjë muje ato e kanë pa që adin nuk bëj dallim ose edhe kanë mujt me pa që s'kam ndonjë farë synimi ose S'ki përmirësi, tendencë ndaj saj. tendencë për to. Po kështu në shtëpi ka ngacmu ndonjëherë me thonë, Ja, Engine, po menoj ajo ma shumë nashta më ka shti me punu ma shumë basketball, me thonë drejtën e kam shumë kështu për krahun se sa i përket basketbollit gjithmonë më ka shty për mu mirë me basketball, për me punu ma shumë edhe s'kom pas ndonjë telosh. Ajo nashta ma shumë më ka shty ajo se unë e kanë se ti vetën, a? E qika apo kështu basketball? Qika hales ja ka nis, se na dy prindi ka pos, po të shohëm, ka Qa po dolën. bota ajo, Enxhi basketbolliste, ti S'ka basketbollist ka dash, trajner, inshallah, qika inshallah. refere, a? Inshallah bëhet sportistës. S'ka lidhje, S'ka me çfarë që rëndsi. po. Sport diçka kam ja nis me angazhu kismet tani, çku të gjej vetën. Ku të gjem vetën ma mirë. Tash jemi bu dhe kolegun edhe të nzyre. Që po do këtë puna nzyre të dratës? Me thonë drejtën më keni pritë shumë mirë. Okej. U konën, pa me është një eksperiencë e re për mune, nuk jem njeri shumë i zyres, edhe na i nalë për unë pak ma shumë pjesën e terenit, Terenit. po qatë që kena pos për zyre, këtë pjesa e stofit aty na ka animu edhe deri që tash nga një muj ditë kena kalu besoj shumë mirë. E kena pru një energji tre, besoj me bukin, Po, shumë Edhe- energji të mirë. unë e përshjejt pak. Kjo është e rëndësishme edhe na juve, me punu me juve në baza ditore ka mirë, kështu ju e keni një perspektivë krejt tjetër të basketbollit. A ka ndodhur që ke menu diçka ndryshe për federate kur erdhe në zyre e pa që është pak më ndryshe? Me thonë drejtën, po, nashta s'kom menu, që kene qatë shumë angazhime, me thonë drejtën, sa ju kom po tash aty, që pjushesh çdo ditë. Ani tash bash verës keni Po, ardhi jo. tash pjushesh shumë Në angazhime, prime time. edhe menoj që shumica ishi të bo shumë punë të mirë, sidomos pjesën organizative, e cila pjo merke shumë kohë edhe nejse, tash i kishim mësuje shumë detaje, shumë sene që për mu ishin treja, ama besoj që pjesa organizative është tepër në nivel të mirë në federat. Po flasim edhe pak për zhvillimin e basketbollit. Ku po ngecëm? Teren. Teren. Në teren menoj që jena të ngec, nuk ka sistem, nashta do të mja nis që për shta besoj që edhe jena punësu në më të njërë në bëjar, po menojmë që kemi mja arrit mja nis me bo diçka të mirë në teren, të shohëm, është ky plani strategjik 4 vjeçar, besoj që do të mja nis këtë bashkarisht si komuniteti basketbollit, si klubet, të ja nis me në pi klubeve që është problemi kryesor, shkollat e basketbollit, na trajnerat, këtë bashkë referat me mja nis edhe me ngrit nivelin e një merët basketbollit të në Kosovë. Amo do të shumë punë, nuk është letë, po menoj që do të më bona bashkë, na menoj që shumë e rëndësishme me kom bashkë, edhe normal, dikush ka me konë sot ma mirë, dikush nesër, po menoj që do të me kom bashkë për me arrit në qëllim, veç me zhvillu qitë sport edhe menoj që kena potencial për me zhvillu. Apo kemi mjaftu shumë basketbollistë dhe basketbolliste që po miren me basketbol, edhe a kemi brum, ka mundru gjenerata për bërë të femrat vërse kemi fillu me bu një gjatë t'il, po a kemi pas lojtar me ndru edhe të meshkujt. Menoj që pak kështu masovizimi që ka qenë të njëherë basketbol nuk është. Okej. Po menoj nashta nuk është asë një sport, besoj në Kosovë, mo. Që shka qenë, për pos futbolit, nashta që ka ecë pak ma shumë, tjerat nuk është që ka masovizim të basketbolit shumë, po që ajo është një piseneve që njëherë do të mjanë ecë pak masovizim, tani kualiteti me kvantitetin pak me da, edhe po është një punë, menoj që jena keq, po do të mja nis pit zerës, më këty pak pikën zerë, edhe mja nis një me për fillimit, me menu diçka të mirë me bu. E përmendë borën, e përmendëm një edicion për më majtë mend, a kena me të pas pjesë të borës edhe edicionin e ardhshëm? Besoj që po. Besëm që po. Asi përgjigje diplomatike. Kësi përgjigje Ja. bazika, ditë që në podcast mas shumë t'i kom si përgjigje të me po, mendoj, të gjithë janë të mire. Une, po menoj hale zyrtarisht, nuk kam diçka kështë të nëshkrume, po unë jem lidh shumë me ekipën, me stafin, me njerës që punojnë aty që vëllheqin klubin, kam raporte kështu edhe ditore edhe jashtë asaj, edhe këto ditë jem takus disa herë, kështu që për momentin e shovetë A normal. kam fillu me veç bu aty. lëvizjet e para për edicionin e ri? Po, bora ka fillu, kështu që me vendor, ka gja një pjesë madhe ka kry, Okej. menoj, me Trajnerin tuj, e keni... hale, po trajneri ka kontratë edhe për vitin e ardhshëm, ai ka shprej dëshirë që me po stafin e njëjtë, me bashkëmenu me kejtë,
Kështu që besoj që gjithçka Kush janë vendorë që kena mi pa të burra? Kush janë vendorët tjerë? Kush janë, Kush janë? kush janë? Se jashtë nuk po Kush janë njeh mirë. vendorët? Po tash s'po A di. kanë me mbet? Rosteri i vjetër paktën. Po do kanë me metë, më duket shumica kanë me metë aty Okej. që. Tash s'po du me publike për shkak në atë klubit se di çfarë Politika ka. ka. Po që ta që në kanë, për Jonin më duket e kanë postu, tjetër kanë se di e kanë postu. Dikën Gence e di që është, Rezarti e di që ka kontratë edhe për vitin e ardhshëm. Po mbetet në ta pikpyetje tjerë ishin- Jetmiri, Roni, Po, Jetmiri, Roni... Valmiri shkojnë Valmiri nuk ka qenë Jo, pjesë e nuk ka burrës. qenë. Kështu që Jetmiri dhe Roni ta shohim se çka po flitet për ta. Klubi ma mirë. Klubi ma mirë, po, mirë kjo. Ata e Unë din. pyetje, masit po ata në emision Official tash. page. Kush të kritikon mas shumë ti si trener? Kush Që nuk ti e di. mas një loje shkon edhe konsultohesh me ta, edhe të për gzam po edhe të kritikon. Po zakonisht mas lojve na që takohem me stafin aty që jemi, edhe diskutojmë tërësi, çka kena mujt me bo, ma mirë, çka kena mujt me bo ma keq, ka raste që ne kemi shumë njerëz të komitetit basketbollit. A Që jenë shkrujnë me prezent. tonë, kështu. Jo, nuk kam në asë njerëz në fakt që më shkruajnë ashtu, unë e takona, kur të kryj lojmë, takona vetë, unë kam njerëz që i thirrën ashtu edhe në herë dhe vetë. Kush që janë kam që ta qef, njerëz që ti i thirr me fol për basketbol, kështu me qef? Po, me qef, që ta shkove të fundit që më kaloni me shumë, me najtë sidomos mas lojë, për po stafit që e kena këtë, më kalon me dollë shumë me Arbenin, po Loshkën, që një me konsultona shumë edhe me të edhe për basketbol, Arbenin, trajnerin, konsultona, me stafin që ta që jenë, po zakonisht njerë që jenë rrëthin që të në Prishtinë, që na bjerë me Që najtë kima pak ma shpe, t'ofert po, me u që na bjerë taku me me najtë, ta. po, që më me fush lirë për basketbol, a kupton? Sa e vështirë është me kretë angazhimet që i ki, përveç e përmendem fillim kretë vitin pothuajse pjesë me borën, me njëherë fillimet për përgatitje me përfaqësu senata, shkon pej, zhvillohet kampionati. Sa e vështirë është ky balanci mes jetës profesionale dhe personale? A ki ankesa që s'po kushton? Shumë që tash e kam shumë ngarkume, edhe raste, po mene kështë edhe me familje që më haron shumë e kom prezent, atë familjen e kom qu pak në Shqipëni, për me najtë edhe që me mujtë me mu konë shumë i fokusu në knena, përkushtum, po. po një me harin shumë problem qëto një 3-4 mujtë e fundit e kom posko gjatë vështirë, po kalen edhe kja, ecim, po, normal, pjesë e Edhe pak edhe punës, shkon, po. pjesë e punës, është kjo, trajnerat e kanë që tjetë, edhe po që zoti që e ka përkrajen edhe ka pëtën kjo vështim shumë për para. A të ndodh na herë me lëshun përasisht tu këshyr kanale në televizion, edhe me pa një lojtë basketbollit, po mu ullë me këshyr kështu veç si tifoz. Mos me këshyr ma atë synin e trajnerit. A nuk ndodh hiç? Qita është jo, interesant. Edhe unë nashta kur jam të lujtë si lojtari, këmë këshyrë që ashtë nashta shumë ma shumë si tifoz, pavarësisht se na i sen të vrej, normal se ishe i sen e që i bërë në stërvitje, a më tarë si trajner, me thonë drejtën vishë cilë, qa po lunë, kjo qa po lunë, aj, qa po nëzirë, kjo qa po deleri, a vëdin të në kur më nosh me vjedhë material për ekipeve të mira, dhe që me mujtë me realizu diçka të në fush me ekipën tonë. Kush mëson ma shpejt, kush i mëson teknike të reja ma shpejt, meshkujt a femrat? Po ma letë adaptohen besoj meshkujt. Meshkujt. Besoj që pjesa e anës fizike i lenë mu adaptu ma letë. Edhe Ma mund është me provu sa në treja me ta shumë ma shumë. Shumë ma Për shumë. shkak limitit anës fizike dhe femrat nuk mund është me provu gjithë shka. Së më është me provu një alejup, një gjuti kujna një set me alejup, se su ne bën me kërkën, a këtën. Pa e veç e mora si shempët, nështë ta kështu apëtën ma. Kalim të një rubrikë që mu më pëlqen ma shumë. Tu ne filloj Hajde, fjallin. Hajde nëse, unë filloj fjallin, ti veç e përfundon, po me përgjigjen e parë që të kujtohet. Jo shumë shumë, Qëto po më del kanë ashtë të krapë, sigurët. që të dalim atë mirat. Basketbolli për mua është Jetë. jetë. Trajneri më i mirë që kam punu, Që kam punu, shpejt, një amet. po tash unë e kom mësu piketve, si ta pe kam shtirë, adhe s'po du më bo ashtë shumë diplomat, ama unë e kom mësu piketve. Menoj që Karabegu, Arbeni, edhe pi trajnerit Zoran kom mësu shumë. Pa i smethe me o trajnera, Lori. Po ne se kom punu edhe me tjerë, po menoj që Që ta jenë, po pa kom ka mësu, shumë. pi trajve shumë. Lojtari më i talentuar që e kam trajnu është Po ka qenë Joni kur u koni vogël, ashta, Joni Joni Ismaili. Ismaili. Po, Joni ka qenë që u konë ashta për ma talentave që ka mujtë më dollë. Une vjen keq që a i sërsh dikën një nivel tjetër. a i ka mujtë më konë ma i mirë se që është pëthu. Po, une mene që i ka mujtë me konë shumë
prospekt kur honi vogël, kur ja ka nis me 11 vjet, ai honjën për prospektave nashta Ma të më mirë të në mëdha, Kosovë. po. Fitoria që nuk do ta harroj kur është? Ligën unike besoj me femra. Nuk e di Humbja? pse. Që edhe Humb sot dëdhem, momentale e kam shta me bashkimin. që të fundit. Po. Një sen që i kisha ndru prej basketbollit me një herë është, Gjeneratat e reja me punu me ta. me punu shumë me ta. Po. Për fund, një mesazh pse duhet publiku me orë n'pej. Po është diçka që femrat nuk e kanë fitu kur. Një kampionat evropian, menoj që masi po organizohet e na, është një shtymje e madhe për femna, me pas praninë e familjarëve, shoqënisë, publikës, besa, dihet sa ka publik të femnat, që nuk është shumë i madh. Menoj që kish me keni një lojtar i gjashtë për përfaqësuesin e femnave, edhe pse jo diçka mi krenu këto vajza, se vajza dimë na krenu neve, kështu që pse jo mos me pas Në një sport? support prej njerëzve. Trener, faleminderit shumë, na i dëshirojmë juve shumë suksese, edhe besoj që peja ka me qenë e mbushur me tifoz që kam ju përkra gjithë secilin për juve. Let's go Peja. Let's go Kosova. Po, let's go Kosova. Faleminderit shumë për ftesën. Nësi me bashkë bisedu gjithë Shumë herë me ty. kënaqësi edhe për mua ishte, Reza. Faleminderit shumë. Super Vera, veç se ka fillu me basketball, ne nga data 23 deri me 28 qershor shihem në pej në FIBA Small Countries në konkurrencën e femrave, por Vera nuk përfundon këtu. Në korrik janë ndeshjet e Kosovës A meshkujt, me 2 korrik e presim Shqipërinë në shtëpi. Biletat online ka dalur në shitje dhe ato mund t'i bleni kudo dhe kurdo. Pastaj Vera na ritakon prap në korrik në kampionatin evropian U18, i cili zhvillohet prap në pej, nga datat 21 deri me 28 korrik. Kështu që basketbolli na jep shumë çka këtë verë, e ju rini në rrit për përmbajtjet e fundit.